Zyrtarët policor nga sektori komunikacionit në vazhdim në takimeve të tyre me komunitetet, sot kanë mbajtur një ligjëratë vetëdijësuese para nxënësve të shkollës Gjergj Fishta në Bishtazhen. Qëllimi i kësaj ligjërate ishte që nxënësit të njihen më shumë për format e sigurisë në komunikacionin rrugor. Takimi ishte shumë produktiv, kjo pasi edhe vetë nxënësit e mirëpretën këtë ligjëratë. I falenderojmë policinë e Kosovës që erdhën në shkollën tonë të na mësojnë për komunikacionet. Gjithmonë do të ecim në zebra, jo ku nuk ka zebra dhe të shikojmë majtas djathtas. Ne si fëmijë duhet të kujdesim në rrugë ose të shenjat e komunikacionit ku vina në shkollë për më shumë majtas dhe djathtas, mos po vjen ndaj makinë. Sipas komandantit të trafikut rajonal në Gjakov, Albin Sahaqia, njësia rajonale trafikut rrugor është duke zbatuar planin operativ siguria nxënësve në rrugë. Në kuadër të këtij plani, përveç patrullimeve dhe vendosjes së pikave të kontrollit pranë shkollave, policia ka vazhduar edhe me mbajtjen e ligjëratave teorike për siguri në trafik. Po ashtu, në kuadër të planifikimeve për rritjen e sigurisë së nxënësve në rrugë, aktivitetet të tilla do të vazhdojnë edhe në 10 shkolla të tjera të rajonit të Gjakovës. Pas pjesës teorike, do të zhvillohet edhe pjesa praktike, ku nxënësit do të dalin në terren së bashku me policinë për të njohur nga afër me punën në trafikun rrugor.